Emocione, surpriza dhe talente që te I kalojnë çdo pritshmëri. Kjo është ajo që pritet sonte në natën e fundit të audicioneve përzierdhëse të spektaklit më të madh të zbulimit të talenteve në vend, Albania's Got Talent. Për disa javë me radhë, skena e spektaklit është kthyer në piktakimin e ëndrave, ku 10 konkurrent nga I gjithë Shqipëria e më gjerë kanë sjellë performanca që kanë emocionuar publikun dhe jurinë. 4 anëtarët e saj, Agron Llakaj, Adelina Ismaili, Elsa Salila dhe Castro Zizo, do të duhet të përzgjedhin për herë të fundit edhe këtë mbrëmje të shtatë mes më të talentuarve për të vijuar rrugëtimin drejt netëve gjysmëfinale. Me energjinë e duarve do të mundohem që ta lëviz. Tashmë edhe 4 e përzgjedhur përmes butonit të artë të jurisë do të pres me pa durim se cilët do të jenë konkurrentët që do të bashkohen në netët gjysmëfinale. Sonte është mundësia e fundit ku talentet do të kenë shansin e tyre të artë për të bindur jurinë për të siguruar një vend në fazën tjetër të garës, aty ku emocionet rriten dhe konkurenca bëhet edhe më e fortë. Albania's Got Talent vjen këtë të hënë me një puntat që premton të jetë kulmi I emocioneve të fazës së audicioneve në orën 21 vetëm në ekranin e Vision Plus. Për flamure, për shqipni